Shkolla e mesme artistike Tefta Tashko Koço në qytetin e Korçës është një ndër shkollat artistike më të mira në vend, ndër objektivat e drejtuesit të kësaj shkolle, nisur edhe nga kërkesat e tregut dhe interesi i nxënësve, është futja në procesin mësimor të gjitha instrumentave në muzikë dhe hapja e degëve të tjera. Të themi, ka një kërkesë të lartë për qytetin, nuk ka eksperiencë, por e konsultuar dhe me shkollat e tjera, shkolla ka nevojë të hapë dhe degë të reja, ose degë që kanë qenë dhe që për momentin nuk ekzistojnë. Për shembull, keramika dhe skulptura në degët e arteve figurative, por edhe koreografia. Nuk ka asnjë pengesë që kjo zhvillohet edhe në shkollë, por kthehemi në të njëjtën situatë, ajo ka nevojë për ambiente të veçanta. Sikur ne duam sot të hapim, është e pamundur sepse nuk ka ambient ku të zhvillohet. Gjithashtu dhe degët e arteve figurative duan ambiente më cilësore. Sipas Zgurit, interesi i fëmijëve për të ndjekur studimet pranë kësaj shkolle për këtë vit shkollor ka qenë i lartë. Nga klasa e parë që kemi marrë si vit, nga viti i parë i shkollës mesme që kemi marrë si vit, si në degën e muzikës dhe të arteve figurative, personalisht jam optimist që shkolla ka të ardhmë. Shkolla e mesme artistike Tefta Tashko Koço në qytetin e Korçës paraqet një hallk me rëndësi në formimin muzikor dhe artistik të fëmijëve. Kjo shkollë duhet të ketë vazhdimsi e më tepër masivitet, pasi tregu muzikor ka nevojë për profesionistë.